Në fund të këtij udhëtimi në botën e komunikimit online të rinjve, ndjejmë fuqishëm se shqipja jonë, kjo gjuhë e bukur dhe e lashtë, gjendet përballë një stuhie ndryshimesh. Në ekranet e ndritshme të telefonave dhe kompjuterave, në mes të fjalëve të huaja, shkurtoreve dhe ritmit marramendës të kohës, shqipja herë ndriçon, herë duket sikur humbet. Të rinjt tanë, të jetur për të qenë pjesë e një bote globale, shpesh pa e kuptuar e lënë me një anë pasurinë e gjuhës së tyre. Thjeshtojnë, huazojnë, ndryshojnë. Por edhe në këtë rrëmuj fjalësh dhe ndjesish, shqipja nuk humbet kurrë plotësisht. Ajo përshtatet, ringjallet, shpik mënyra të reja për të jetuar. Në çdo mesazh të shpejtë, në çdo shprehje spontane, fshihet një copë zemre shqiptare. Dhe ky është një augur i mirë, sepse gjuha jonë, për sa kohë do të vazhdojë të rrahë brenda ndjenjave të rinjve, nuk do të shuhet kurrë. Ky projekt na kujton se gjuha është më shumë se një mjet komunikimi. Është adhe, është kujtim, është shpirt. Ndaj, detyra jonë është të mos lejojmë që ajo të humbas në zhurmën e botës moderne, por ta mbrojmë, ta duam dhe t'ja mësojmë brezave të ardhshëm si thesarin më të çmuar që kemi.